Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi. Sot do ndihesh plot energji dhe vendosmëri. Ide të reja lindin natën e hershme dhe mund t'ju çojnë drejt mundësive të papritura. Mos hezitoni të ndërmerrni rreziqe të arsyeshme. Intuita juaj është në nivel të lartë. Demi. Fokusoni tek stabiliteti dhe siguria. Marrëdhëniet personale kërkojnë vëmendje dhe mirëkuptim. Një bisedë e vogël mund të zgjidhë keq kuptime të së kaluarës. Prioritet për ju sot, qetësia e brendshme. Binjakët. Komunikimi është fuqia juaj. Sot do të keni lehtësi në shprehje dhe do të ndjeni në qendër të vëmendjes. Përdorini fjalët për të forcuar lidhjet dhe për të shpalosur idetë tuaja më kreative. Gaforia. Mund të ndjeni emocional dhe të ndjeshëm sot. Është ditë e mirë për të reflektuar mbi ndjenjat tuaja dhe për të kërkuar mbështetje tek njerëzit që doni. Kujdesuni për mirëqenien tuaj. Luani. Sot shndrisni sikur një yll. Karizma juaj të rreq vëmendje pozitive dhe mund të çojë në njohje të reja ose mirënjohje për atë që keni arritur. Bëhuni gati të ndjeni të vlerësuar. Virgjëresha. Detajet sot kanë rëndësi të madhe. Organizimi dhe planifikimi do t'ju ndihmojnë të arrini rezultate konkrete. Mos harroni të bëni dhe pushim. Eficienca kërkon ekuilibër. Peshorja. Harmonia dhe balanca janë thelbësore për ju sot. Marrëdhëniet në çift apo bashkëpunimet profesionale mund të lulëzojnë nëse tregojeni të hapur dhe të drejtë. Besojini intuitës suaj sociale. Akrepi. Intensiteti juaj emocional është i fortë sot. Disa të vërteta të fshehura mund të dalin në dritë. Përballuni me guxim. Transformimi personal është në horizont për ju. Shigjetari. Energjia optimiste e zodiakut sot ju shtyn drejt aventurës dhe eksplorimit. Qof një ide e re, qof një plan udhëtimi, lëvizni përpara me kurajo. Zemra juaj kërkon liri. Bricjapi. Fokusi profesional dhe ambicia janë në plan të parë. Sot mund të arrini progres të dukshëm në objektivat tuaja. Mos nënvlerësoni fuqinë e disiplinës. Ajo po ju çon lart. Ujori. Krijimtaria juaj është në kulm. Mendimet inovative dhe ide sociale marrin jetë. Bashkëpunimet me persona me mendje të hapur do të sjellin fryte. Mos keni frikë të mendoni ndryshe. Peshqit. Sot emocionet dhe intuita ju udhëheqin. Kushtojini kohë, artit, muzikës apo gjithçkaje që ushqen shpirtin tuaj. Është ditë për të ndëruar dhe për të ndjerë të frymëzuar. Horoskopi në Top Albania Radio.